Pse keni parkuar kush tabela? Kush policia të vërë gjobë? Kush policia të vendosi gjobë, kryeministër? Do të sa fiq? Përshëndetje, sa po kam dal nga biruca e policisë i Marës, mbas një përplasje, përballje me kryeministrin Edi Rama këtu në fshatin Vuno. Po për t'ju treguar se si rodhen ngjarjet, po t'ju tregoj që mëngjesin e sotëm, që gjithë Vunoi u zgjua përsëri me gjoba, jo vetëm atje ku janë vënë tabelat, po edhe në gjithë zonën e fshatit nga hyrja ndale me gjoba makinash. Dhe natyrisht kjo shkaktoi dhe një farë acarimi me policinë e shtetit të banorëve të Vunoi. Kur më vonë nga ora 12:30, a 1 sa ishte, unë kisha shkuar për të mbledhur fiq, edhe duke kthyer me fiq, shikoj që gjithë eskorta e kryeministrit, dhe kryeministri ishte ulur te kafe Vunoi me familjen e vet, dhe gjithë eskorta ishte parkuar në zonën ku ndaloi parkimi. Domethënë nga tabela e parkimit e tutje ishi vendosur makina e kryeministrit, eskorta dhe policia rinte aty. Atëherë nisa të bëja një video dhe t'i thosha policisë pse nuk gjobisni dhe kryeministrin, pse nuk gjobisni dhe këto makinat që janë këtu siç keni gjobitur para pak orësh këtu që gjobitët tërë Vunoin. Në atë moment kryeministri më thiri, më tha hajde këtu, afrova, natyrisht kisha dhe qesë me fiq me vete, dhe më tha ulu, por i thash si do t'ja bëjmë ne këtu për parkimin, pse nuk bëni një parkim, pse ne duhet marrim gjoba, do më thënë duhet të gjobiten banorët këtu të vendit, edhe ata pak turista që vinë këtu për cilët gëzojnë, edhe i thash ky është shqetësimi, as përdora fjalë ofenduese, as përdora as një lloj toni apo që mund të kisha lënë, domethënë për ta ofenduar apo për kryeministrin, ndërkohë që ai më ftoi të ulesha në karige, më ftoi 3-4 herë, por nuk pati kohë sepse zonja Linda Rama me një arrogancë dhe me një histerizëm u kthye që ta lija të qetë në një farë mënyre që nuk e prisja, nuk ishte e pa konceptueshme dhe nuk e konceptoj dot se si kjo shkencëtaro ekspertja e midhjes dhe e peshkut si një nepërk muoll në fyt sa tronditi dhe djalin e saj me reagimin që pati. Natyrisht unë beta dhe i thash mirë, po t'jap disa fiq, nuk i kam për ty, i thash, po me që mu gjendën tani t'u jap, dhe në momentin që do jepja fiq, tha ulu aty, tha se ato fiq e ditha se ku t'i fusta ato fiq ty, edhe një moment mendova, thash shqyr sot kam mbledhur fiq që janë dhe të pjekur e të butë, se imagjinoni po të kisha vajt kisha mbledh dardha, dhe në moment që po mendoja këtë gjë, më hidhen një 4 bodyguard, më rrëmbejnë telefonin, më ngrëm pesh, Edi Rama ja kërkon telefonin, merr telefonin tim, i them jep telefonin, Linda duke bërtitur në anën tjetër, në mes të fshatit të Vunoit, morën telefonin, më fshin video dhe më shoqëruan me një furgon me policë dhe me forcat shqiponja në komisariatin e Imarës.